Mirë, konjufësën, besa e minje mirë edhe Vjosa Osman, ka ku shumë befasove që shkuan sot atje? Nga asnjëri. Nga asnjëri. E ke ditur që do Pak për Vjosën dhe më ka ardhë mirë, nga Glauku jo. E para sepse Glauku asnjëherë nuk ka majti nate personale me kundërshtarët e vetë politik. Edhe në kohën kur vendosja ka qenë goxha e carume, sidomos me në kuvende kam fjallën me deputet PDK-s, a i ka majt lidhet e mira dhe për shkak të lidhjeve të prindit të ti, por edhe si natyrë Glauku është më ndryshe, nuk është shumë konfliktuoz, është shumë i hapur, përkundër faktit që ti mund të kesh mendime ndryshme, raportet njerëzore, a i ka ndryshe. Çka do doja të theksoja une, çka u vun pas sot, është ajo çka do duhet të ishte gjëja më normale. E para njerëzit që mbajnë pozita publike, pozita të larta publike, president, kryeministër, kryeparlamentar, ministra, çfarë do qoftë, duhet t'i lënë në kohën sa janë ato pozita, duhet t'i lënë ana çfarë do lloj relacioni personal që mund të kenë me njerëzit. Kur po them çfarë do lloj, edhe raportet miqësore, pra që mos ju bëjnë favore njerëzve për shkak lidhjeve miqësore apo familjare, por edhe kundërshtit apo inate që mund t'i kenë, sepse ata duhet të veprojnë në bazë të pozitës që e mbajnë e jo në bazë të inateve personale. Nën 2. Sot, aktiviteti, ceremonia quhet epopeja Dugaxhinit, apo jo? Pra nuk është ngjarje personale e Ramush Haradinajt. Prezenca komandanti i krejtë njerëzit duhet me shku Paramushin ajo s'kish ndodhur ndoshta ajo. Vish ta kryen mendimin tim. Ajo çka po du me thonën, edhe Halil vish lutem kje durimin ta përfundoj fjalin. Sepse po ndërhyn për diçka që lidhje s'ka me ato çka po du me thonën. Po thuaj thash lidhet me Ramush Haradinajt. Jo. Me Ramush Haradinaj si figurë politike. Aktivitetet e ti... s'ka pas me parti politike në kuptojnë po fjoshëm ta. Veç kje durimin, mos me ndërhyn. Sepse po ma hup fillin e mendimit, ma dhe. Piqe mi e mendimin kristalizoje, mas në i shumë. Halil, lutem. Zona Pantina. Ajo çka sot, do më thonë është, sepse nuk është vetëm kjo ngjarje, edhe ngjarje tjera, të cilat janë për të ndëruar mbi të gjitha, por jo vetëm, por po tham mbi të gjitha, veprën, sakrificën atyre që s'janë sot më. Dhe është për të ardhur keq, kur ka raste kur ka ndodhur, se për shkak se ata që kanë kontribuar s'janë më qëllojnë të jenë ose janë familjarë të disa njerëzve tjerë dhe me cilët mund të kemi mendime politike, nuk e vlerësojmë, nuk e nderojmë as veprën e atyre që janë me. Dhe kjo ka ndodhur në disa raste. Dhe ajo çka po du të them është se pa marrë parasysh se çfarë qëndrimi, çfarë angazhimi politik mund të kenë njerëzit familjare ta zonë këtë rast, s'ka rëndësi çfarë qëndrimi politik ka zotri Haradinaj, Ramushi apo Dauti, që sot janë aktiv politik, aktiviteti i tillë, pjesëmarrja presidentes, pjesëmarrja kryeministrit e kryeparlamentarit duhet të jetë atje për të nderuar atë për cilën mbahet ceremonia. Pra ceremonia mbahet për ato që ka ndodhur para 27 vjete. Dhe jo për ato që ka ndodhur sot. Kjo s'ka diskutim, zona. Por arsyeja pse e them kushtrim është se ndodh. Nëse ti e familjarët janë sot në një krah politik, vetëm antarët e asaj politike ose krerët që janë më të afërt politikisht shkojnë edhe nderojnë. Nëse ti i përket një kohë tjetër, nuk vinë për nderu. Dhe kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk di sot se kam pa gjatë ditës a kanë shku ta zomë edhe krerët e partive tjera politike. Okej, pra kjo duhet jetë ajo që ka do të ndodhë në vazhdimsi. Fotografi tani me prezencë fizike, nuk jam shumë i sigurt, po kishin dërguar gjithë fotografit nga vendi. A ishin të kësi vjetit apo ishin të një vitit tjetër? Sidomos presidentja ka bo shumë mirë, por e ka bo detyren e vetë. Dhe si kreu i shtetit, mësë shumë ti i takon presidentit, presidentës, në këtë rast edhe pse në fakt zyrtarisht presidenti, pa morë parasysh gjinia, duhet të jetë pa tjetër në rastet e tilla për të tregu vlerësimin, për të tregu respektin në emën të shtetit, sepse ajo është përfaqësuesi i shtetit dhe në emën gjithë qytetarëve që përfaqëson me kushtetut. Që t'jemi korrekt, deri në fund nuk e pash, nuk e di nëse ishte zoti Limaj atje, i cili ishte shumë afër, ishte në koalicion. Deri vonë. Këtë me të qëllimet e ardhshme politike. Po unë jam duke thënë ato çfarë është e vërtet. Edhe çfarë